respektojnë apo të zbatojnë një urdhër i cili është kundërligjor. Mirë po nuk mund të them që mund të na akmerret edhe ne mos veprojmë. Apo pajtohesh me qëndrimin që nuk ka aftësi hetuese me u marrë me kontrata dhe prokurim? Jo, nuk pajtona, për shkak se hetuesit janë promotorë i kësaj, edhe metoda e gjetjes së provave nga hetuesit në rastet e korrupsionit është mund të them që është perfekte, mirë, po te korrupsioni kemi problematikën se në rastet kur përfundon korrupsioni, është problem edhe me gjetë provat. Tek rasti kolegu që përmende edhe më herët që e citoj lidhur me personin zotëri Krasnishin tash i arrestuar, gjithë personat që janë të punësuar atë, e din që, apo duhet ta din që nuk mund të respektojnë apo të zbatojnë një urdhër i cili është kundërligjor, sepse vetë urdhri kundërligjor edhe ata do të jenë subjekti procedurës penale. Po që në rast Barkës ja kanë kry prokurimin që shka lyp shefja, po? Ata e kanë kry, ata, unë e dëgjova me vëmendje visor, nëse ata e kanë kry, edhe ata janë subjekti hetimit, do të jenë subjekti hetimit penale. Halit, se njeri në shtatutët, e tuta nuk ka mëkat, a e nishe që bërtet ke Hasan Krasniqi, që bërtet ke atit prokurimit. Çka duhet me bua i prokurimit kur vjen shefi thotë kryje? Ushtrimi ndikimit që kodi penale ka parapar dhe ushtrimin e ndikimit nga personi që është më i lartë në funksion se personi tjetër. Çka duhet me bua një zyrtar në atë rast? Zyrtarët të cilët e dinë që një veprim i tillë pason me një vepër penale, atëherë duhet ta paraqesin te personat adekuat, në prokurorin, polici, apo të ndonjë person që është në hierarki më i lartë se personi i cili kërkon. E hakmarrja? Çfarë i bua hakmarrjes? Po, te hakmarrja ne mund me mendu ato me thonë gjithmonë si paragjykim mund të na hakmerret dhe mos të përfundojmë asnjë punë. Mirë, po nuk mund të them që mund të na hakmerret dhe ne mos veprojmë, sepse e kem obligim e vepru, sidomos në institucionet kur vetën e fut në vepër penale, apo e din që është duke u kry vepra penale, mos përfundimi mos lajmërimi asaj, e shkakton edhe një vepër penale që nuk e ke lajmëruar një vepër penale që është.